Çmimi i naftës bie në Kosovë, benzina dhe gazi mbetën të njëjta. Çmimet e derivateve po ndryshojnë çdo ditë në Kosovë. E padyshim një gjë e tillë ndihet në çdo xhep të qytetarëve, sidomos te ata që punojnë me vetura, transport apo bujqësi. Sipas vendimit të MEN, sot nafta ka zbritur në €1,76 për litër, pra 2 cent më lirë se sa dje. Në ditët e fundit, çmimet kanë qenë €1,86, €1,84, €1,78, si dhe sot €1,76, ndërsa benzina mbetet po e njëjta siç ka qenë, €1,44, si dhe gazi 89 cent. Çmimet zbritën pak, por a është vetëm për disa ditë apo do të vazhdoj kështu? Ju si mendoni? A do të bien edhe më shumë këto çmime apo janë vetëm të përkohshme?